edhe për të ngritur një data center të fjalës fundit në Shqipëri, që është i njëjti model i data centerit që po ndërton Italia dhe që do të jetë një nga data centeret më të fuqishëm të këtij kontinenti. Ndërkohë, një tjetër marrëveshje që mbase duhet theksuar është marrëveshja me institucionin e famshëm financiar italian Cassa Depositi e Prestiti për Bankën Shqiptare të Zhvillimit. Tani më jemi në një fazë të avancuar edhe vitin e ardhshëm Banka Shqiptare e Zhvillimit do të fillojë të operojë në tregun shqiptar. Fal mbështetjes Cassa Depositi e Prestiti. Sa i përket, kisha një tjetër pyetje për sa i përket procesit të integrimit. Zona Meloni tashmë ka marrë nickname-in e grua sport të Europës, ja dha këtë presidenti Trump. Pra, Giorgia Meloni, Polonia, deri diku Hungaria dhe Slovakia përbën një presion brendshëm te Bashkimit Evropian, gjë që her pas here tek analistë caktuar shton dilemën nëse ky Union Evropian do të arrijë dot të ekzistojë në momentet kur Franca nuk është në ditën e saj më të mirë, megjithëse është në ditën e mirë me ne. Dhe problemi është, ose pyetja është, në rast se themi rruga e integrimit vështirësohet sërish, edhe për shkak këtyre tensioneve të brendshme, sa e mundur është ajo që ju e thoni shpeshherë me shaka sa herë takoni Melonin, që në fund fare mjafton që ta ketë Italia në kujdestarinë e saj. Pra sa e mundur është Italia t'i ofrojë Shqipërisë një raport tillë special që t'i bëjë de facto qytetarët shqiptar ndihen europian spakun territorin italian. Ne kemi arritur këtë gjë me Italinë edhe me futbollistët, me pensionistët, kjo është çështje kohe, me patentat, pra nuk është kohe që integrimi jon me Italinë në këtë kuptim të jetë i plot, fare i plot, edhe pse është pothuajse i plot. Në ndërkohë që unë nuk e mendoj fare alternativën e mos ekzistencës Bashkimit Evropian, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian mbetet projekti më i jashtëzakonshëm i njeriut politik në historinë e politikës, dhe këto janë faza, janë momente që në jetën tonë janë të gjata, sepse janë vite, por në histori janë fragmente kohe. Kështu që nëse Bashkimi Evropian ka një proces të vetin ku vihen re edhe problematika që krijojnë terrenin për të spekuluar dhe me mundësinë e zhdukjes ti, këto janë procese që janë kalimtare në këndvështrimin tim, sepse mënyra se si globalizmi e ka transformuar botën e bën të pamundur të imagjinosh që vendet, shtetet të kthehen mbrapsht edhe të zvoglohen, në ndërkohë që ajo që Europës i duhet sot është që të krijojë fuqinë e nevojshme për të qëndruar një faktor në një botë ku disa fuqi janë gjithmonë më prezente dhe ku numrat, pesha në popullsi dhe në gjeografi ka një rëndësi themelore për të qëndruar relevant. Kështu që fiksimi im është 2027, të kryejmë detyrat me sukses deri në 2027, të mbyllim negociatat teknike, të bëjmë gjithë luftën politike më pas për t'i kaluar të gjithë parlamentet në atë 2 vjeçarin tjetër dhe pastaj të ulemi në turezën e Bashkimit Evropian. Kjo për ne është histori, kjo për ne është diçka vlera e cilës matet me gjithë lëngimet edhe sakrificat e brezave që ikën dhe do të matet me të gjitha përfitimet që do kenë brezat që vinë. Kam një pyetje të fundit, po para se të bëjmë pyetje të fundit për çështjen e integrimit, do të bëjmë pyetje të fundit për sa i përket raporteve me Italinë. Kujtohet dekada më parë tashmë kur zoti Majko si kryeministër
pati folur për mundësinë e një tuneli që të lidhte Shqipërinë me Italinë. Atëherë, me thënë vërtetën, e patëm marrë me shumë shaka. Po ja ku jemi sot, kur të paktën tek ai kanal, jo Trantos, po kalojmë një linjë interkoneksione e cila për energjinë kuptohet, e cila do të furnizojë edhe një investim kolosal nëse ai do të realizohet në Zvërnec dhe në Sazan. Mas marrëveshjes që keni nënshkruar në Dubai. Mendoni që një ëndër e tillë mund bëhet diku realitet? Ëndër e tunelit në Me që Sonja Meloni foli për korridorin 8. Nuk është se ne na ka lindur kjo nevojë apo se mungesa e këtij tuneli na pengon të bëjmë gjërat që do të jenë nevojshme në të ardhmen. Kështu që në këtë aspekt nuk di varet çfarë them, por që nëse marrim thjesht si vizionin e një lidhje të pasgjithshme, atëherë kjo lidhje po bëhet gjithmonë më e pasgjithshme dhe nga kjo pasgjithshmëri e kësaj lidhje përfitimi i Shqipërisë dhe i shqiptarëve është i dukshëm dhe patjetër që është gjithmonë më i dobishëm. Për sa i përket integrimit, raporti i fundit i progresit, sigurisht me kujdes duhet ta them këtë, po padyshim ishte më pozitiv i viteve të fundit. Unë e them me kujdes, ndërkohë ambasadori ose kreu i misionit të Bashkimit Evropian zoti Gonzato e quajti raport shumë pozitiv. Megjithatë aty dolën problematika të rëndësishme që lidhen edhe me procesin teknik negociatave, duke filluar nga administrata publike, duke folur për liritë e brendshme, duke folur për rritjen e standardeve të zgjedhjeve. Sa jemi gati, sa jeni ju gati të sakrifikoni nga pushteti juaj politik në emër të përshpejtimit të procesit? Nuk kemi nevojë të bëjmë asnjë sakrificë dhe nga pushteti politik, përkundrazi pushteti politik na duhet për të bërë të gjitha ato detyra, sepse shqiptarët na dëgjuan dhe na besuan duke na plotësuar kërkesën që na japin një mandat shumë fort, dhe kemi mandatin më të fortë që kemi pas ndonjëherë, për të bërë pikërisht gjërat e duhura. Kështu që nuk kemi çfarë sakrifikojmë. Po i referohem raportit i cili thotë përdorimi i administratës, përdorimi i pushtetit, e kuptoj, i dha favor palës ishte në pushtetit, i dha një hap apo dy hapa parë krahasuar me konkurrentët. Unë besoj që ne jemi shumë më tepër se një apo dy hapa, edhe kjo është fare lehtësisht e provueshme nëse do t'i marrim me radhë të gjitha aspektet e fushës ku zhvillohet gara politike. Por ne i marrim me seriozitet të gjitha vërejtjet dhe patjetër do bëjmë më të mirën që t'i adresojmë dhe që t'i përmirësojmë të gjitha proceset, përfshirë dhe procesin zgjedhor, me të gjitha mundësitë tona, natyrisht pa u përpjekur të bëjmë shpikje dhe as pa nxjerr syt për të vënë vetulla. Kësaj i referoheni çfarë? Jo, kam fjalën që standardet dihen, praktikat më të mira dihen, mënyra se si të tjerët i kanë adresuar problematikat dihen dhe përmirësimet që ne kemi bërë në standardet e zgjedhjeve dhe në proceset zgjedhore janë të jashtëzakonshme, po të marrë parasysh ankthin që kemi pasur në kohën kur kutit nuk hapeshin. Sot jemi në një kohë krejt tjetër, edhe praktikisht kutit u rinumëruan të gjitha dhe lëvizjet ishin krejt të papërfillshme në raport me rezultatin dhe krejt të papërfillshme për të konsideruar të dyshimta në raport me vullnetin e mirë të administratorëve zgjedhor. Sapo keni rifituar, më saktë, 5 bashki tjera në zgjedhjet e pjesshme të nëntorit,
Dy pyetje kam lidhur me këtë. A ju shqetëson pjesëmarrja e ulët në këto zgjedhje? Si njeri politik flas, jo si njeri elektoral. Si njeri elektoral ju jeni në rregull pasi mazhoranca nuk e dëmton pjesëmarrja. Personalisht pjesëmarrja ishte shumë e lartë në raport me atmosferën dhe në raport edhe me një ditë të mbingarkuar me shi. Pra atmosfera e përgjithshme ishte atmosfera e një palë zgjedhje ku s'kishte garë. Dhe është njësoj si thuash pse nuk u mbush stadiumi kur nuk ka ndeshje. Për çfarë do shkojnë njerëzit në stadium kur s'ka ndeshje, po kur është një stërvitje. Faktikisht, këto zgjedhje ishin një stërvitje, madje ishin një stërvitje ku u stërvitën skuadrat pa praninë edhe të trajnerit edhe të ekipit teknik. Pra lojtarët hynë, u stërvitën vetë, luajtën vetë, fituan vetë, sepse s'kishin përballë askënd. Tani për çfarë duhet marrin pjesë njerëzit në këto zgjedhje masivisht dhe si mund mbushet stadiumi? Unë e konsideroj që morën pjesë më shumë, jo e konsideroj, po ju them për mua morën pjesë shumë. Për shembull në Berat ishin 11.000 e ca votues, ndërkohë që në 11 maj në Bashkinë e Beratit ishin një 13.000. Në Vlorë as 20.000 ama. Po Vlora e ka karakteristike që ka pjesëmarrje më të ulët se sa vendet e tjera, sepse Vlora o Barcelona o s'ka. Kështu që përtej shakas nuk kam asnjë shqetësim lidhur me këtë, sepse ishin zgjedhje ku unë nuk kam marrë pjesë në asnjë takim zgjedhor, unë personalisht dhe askush tjetër. Thjesht kam bërë kandidatët punën e tyre dhe pse s'kishim kundërshtar me kë Partia Demokratike iku me vrap nga fusha edhe laca kandidat gjëra të pavarur, mori dhe aktor bile që të luanin rolin e kandidatëve të pavarur edhe çfarë do bënin njerëzit në atë teatër që u zhvillua, kështu që konfirmuan kandidatët tanë normal. Dhe me këtë lidhet në fakt dhe pyetja ime e fundit e kësaj pjesës parë. Pastaj kalojmë çik te peshat e rënda në pjesën e dytë. Kjo puna e PS-s që nuk humbet dot zgjedhjet, duket si... Pse duhet i humbasim zgjedhjet? Jo, një sekond. Jo, dakor. Jo, që s'ka konkurrencë pra. Po detyra jonë nuk është të krijojmë një konkurrent të aftë që të na mund. Detyra jonë është të mundim konkurrentin që kemi. Çfarë do të thotë? Jo, po çfarë duhet për çfarë? Jo. Për shembull, nuk ndoshta do të ishte, kur ju pyeta për punën e sakrifikimit pushtetit politik që ju keni dhe që u japin shqiptarët. Sakrifica për shembull për një vend evropian do të ishte nga ana juaj që ju të luftoni ta hapnit sistemin politik në fakt. Ç'do të thonë? Sepse në këto kushte kur Partia Demokratike ka hyrë në një proces tretje biologjike dhe ku për momentin shkëndijat e forcave treja janë ende të zbeta, mos do të ishte temi dhe dinjitoze në pamje shtetërore që Partia Socialiste që ka marrë misionin e reformës drejtësi, të reformave të tjera, t'i futet edhe sistemit të reformimit politik të vendet. Ç'do të thonë? Hapte sistemin politik. Ja, për sistemin politik. Të gjithë janë të mirë se ardhur të hyjnë të bëjnë përpjekjen e tyre, sepse tjetër është hapja, tjetër është copëzimi i sistemit politik, duke krijuar kushtet që gjithë farë lloj partish të marrin pjesë në një proces që pastaj bëhet i paqeverisshëm. Ne kemi nevojë të qeverisemi dhe të qeverisim, ne kemi nevojë të bëjmë reforma dhe kemi nevojë të bëjmë punët. Në qoftë se ne bijem në batakun e 10 partive edhe të lojrave të cirkut mes gjithë farë lloj speciesh që vërtiten në atë arenën e cirkut, atëherë ne nuk kemi asnjë gjas që të bëjmë gjërat e duhura. Ndërkohë që përtej të gjitha defekteve, gabimeve të metave që pa diskutim ne kemi, punët që po bëjmë janë punë të dobishme dhe janë punë me duk për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Po rrisim
pensionet, po rrisim pra pagat, po rrisim pagën minimale, po